Genard Hajdini. Genius. Genard vjen nga Genius. Geni, që vjen nga Genius. Genius pra, geni. Okej. Genard, ke marru për biologji në major, ke marru po ashtu në minor kimi dhe filozofi në Oral Roberts University Tulsa, Oklahoma. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Aty mora plakën e artë në biomjekësi. Tema diplomës ishte, kur e mbroja temën diplomës në 13 nëntor 1999, e mbroja në Oklahoma City, Oklahoma, në kryeqytetin e Oklahomës në një universitet atje, edhe mbroja para Akademisë Shkencave kolegjiale të Akademisë Shkencave të Oklahomës, e doli tema më e mirë në biomjekësi, dega biomjekësi, ishin 8 degë që konkurruan, ishte inxhinieria, ishte matematika, ishte fizika, ishte biologjia, kimia, po, biologi. Po, biomjekësi, ishte biomjekësi, biomedical sciences. Biomedical sciences do lau me temën e diplomës për toksinat e muskujve. Te toksinat e muskujve me akisto do kontrollit slaticintus. Do të thotë kjo toksinat e muskujve dhe çfarë shkaktojnë toksinat janë helmet e muskujt. Injektonin me helmin e gjarprit. Ajo kur nekrozën, vdes muskujt. Kur ke muskuj të rënë ashtu. Atrofikuar, po, atrofikuar çfarë toksina? Toksina pra, toksina. Dhe si hiqen këto toksina? Toksina është sekret. Pse? Do të pagush për këtë gjë? Po të paguaj më ne, sa do? Ka studiu. Jo, asgjë. Jo, më ke drejt ekonomi tregu. Ekonomi tregu, po merresh populli. Populli duhet të paguaj. Populli duhet të paguaj. Po ç'kemër të paguaj për populli. Mas ka vite kur ti ka Bajar Bega po presidenti nga populli, zgjedhë mu president të Shqipërisë. Ti po patjetër më vjen votojmë për president Shqipërisë. Ku ka? Ja, me femër amerikan. Ja, shive. President shqiptar amerikan për herë të parë në histori do bëj. Po, ka qenë 8 vjet Amerikë, 8 vjet. Në Washington DC 3 vjet, Washington DC. Po mos ne çfarë bën. Po ato sa Oklahoma bëra masterin në Washington DC, George Washington. Master president publik, policy and progress, politika dhe program. Bëra një vit aty. Mas një vit kalova në masë business management në Alexandria, Virginia. Edhe nona juaj e nderuar ka qenë biomiksi kamerë, po. Biokimi kamerë, biokimi ka marrë me Recep Mejdanin, profesor fizike e gjithë me ata ka marrë, po. Ka qenë në institucion e publik, ka qenë mësues e fillim fare si unë, mësues, pastaj shkoi në ISHP, në institucion e publik si shef kuadri. Shef kuadri në 87 me Tahir Cenkon. Tahir Cenkon, pastaj erdhi Aleksandr Salabanda me demokraci. Duart Arshova. Unë jam rrit me Aleksandr Salabanda. Po, me Pallati ke rruga Durrësit. Po. Jo me Sandrin, me Kitën. Me Kitën. Po ja të dy vëllezër, dhe që Sandri dhe Kita. Po, ka Maxin në voglin, po. Ja, s'kan dy vëllezër ata. Është një Max Salabanda. O ti thu për Aleksandrin tjetër, Salabanda ka qenë ambasador në Amerikë. Ja, unë them vllajën e Kita Salabanda si mjek. Ja, si bie, nuk e di ana.